Klubi i ping-pongut Priping nga Prishtina dhe klubi Zegin Berovo nga Maqedonia e Veriut kanë hedhur sot një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit sportiv rajonal, duke nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që synon zhvillimin e përbashkët të ping-pongut dhe fuqizimin e lojtarëve të rinj. Me këtë rast në Prishtinë u zhvillua edhe një kamp i përbashkët stërvitor, ku lojtarët nga të dy ekipet patën mundësinë të ushtrojnë së bashku, të shkëmbejnë përvoja dhe të rrisin nivelin e përgatitjes teknike dhe konkurruese. Drejtori i klubit të ping-pongut Priping Kastriot Orana e ka vlerësuar larg të bashkëpunim duke theksuar se iniciativa të tilla janë thelbësore për zhvillimin afatgjat të sportit. Ky është vetëm një fillim i bashkëpunimit ton afatgjat mes dy klubeve tona, ku do të shkëmbejmë përvojat tona, do të organizojmë kampe të përbashkëta, do të ndajmë një uritë për ping-pongun bashkërisht, si dhe do të shkëmbejmë lojtarët tonë për me luajtur në ligën, lojtarët e Kosovës me luajtur në ligën e juniorëve përmes klubit Zegin, edhe lojtarët e klubit Zegin në të ardhmen me luajtur në klubin Priping. Edhe drejtori i klubit Zegin Berovo, Jovan Kovachovski, është shprehur i kënaqur me fillimin e këtij partneriteti. Sot është ditë e madhe, pasi që do të nënshkruajmë memorandumin e mirëkuptimit dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve në sport. Ky është vetëm fillimi dhe do të zgjerohet në ligën e juniorëve. Memorandumi nënshkruar parashën ndër të tjera organizimin e kampeve të përbashkëta në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, shkëmbimin e lojtarëve për kategorinë U15, si dhe ndarjen e njohurive profesionale dhe përvojave në funksion të masivizimit të ping-pongut tek të rinjt. Ky bashkëpunim shënon një kapitull të ri për të dy klubet dhe konfirmon se sporti mbetet një gjuhë e përbashkët që bashkon, zhvillon dhe krijon mundësi të reja për talentët e rinj.